Hyn në fuqi udhëzimi i Ministrisë së Arsimit, i cili ndalon përdorimin e telefonëve celular dhe pajisjeve të tjera të ndërlidhura prej nxënësve dhe mësuesve në të gjitha institucionet arsimore parauniversitare në vend. Sipas këtij udhëzimi, nxënësit nuk do të lejohen të përdorin telefonin celular gjatë qëndrimit në ambientet e shkollës. Pajisjet do dorëzohen në kutit përkatëse në klasë në fillim të orëve dhe do të qëndrojnë të fikura ose në modalitetin airplane deri në përfundim të mësimit. Edhe mësuesit ndalohen të përdorin telefonin gjatë orëve të mësimit, përveç rasteve emergjente apo për arsye pedagogjike të miratuara nga drejtoria. Udhëzimi përcakton se në rast shkelje pajisja merret nga mësuesi dhe dorëzohet në drejtori. Prindi njoftohet menjëherë dhe paraqitet në shkollë për tërheqjen e pajisjes. Në rast përsëritje parashikohen masa disiplinore si pjesëmarrja në aktivitete ndërgjegjësuese ose masa më të rënda për nxënësit e shkollave të mesme. Prindrit kanë detyrimin të bashkëpunojnë me shkollën, të informohen për rregullat dhe të sigurojnë që fëmijët e tyre nuk i përdorin telefonat gjatë qëndrimit në shkollë. Zbatimi i udhëzimit mbështetet në parimet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe pjesë e përpjekjeve për rritjen e disiplinës, përmirësimin e përqendrimit në mësim dhe forcimin e komunikimit të drejtë për drejtë mes nxënësve dhe mësuesve.